Këtë të premte, të zgjedhurit e popullit do të mblidhen me fillim nga ora 10 në seancën e radhës, ku në rendite do të jetë diskutimi për vendimin e qeverisë për dërgimin e forcës së sigurisë së Kosovës në Gaza. Në këtë seancë, përveç pikave të zakonshme, të rregulltave, pra deklarimet jashtë rendit të ditës dhe pyetjet parlamentare, do të bëhet edhe zgjedhja e dy anëtarëve për gjykatën kushtetuese dhe po ashtu do trajtohen edhe dy vendime, gjithsesi një projekt ligj tepër i rëndësishëm, projekt ligji për byron për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme dhe po ashtu vendimi i qeverisë për dërgimin e forcave stabilizuese në Gaza. Kurse sa i përket çështjes së presidentit, Nagavci thot se kryeministri Albin Kurti do t'i intensifikojë përpjekjet për një zgjidhje gjatë kësaj jave. Kryeministri Kurti ju e dini që është duke vazhduar angazhimet e tij, edhe unë besoj që në ditët e mbetura, sepse nuk kanë mbetur edhe shumë ditë, të arrim një pajtueshmëri edhe një mbështetje, gjithsesi propozime konkrete edhe të gjejmë një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit. Në një zgjidhje nuk beson PDK-ja, madje sipas Vlora Çitakut, partia s'ka pranuar zyrtaresh ftesë. Ne kemi deklaruar që kjo çështje duhet të trajtohet me seriozitetin që i takon çështjes në fjalë dhe kemi kërkuar nga zoti Kurti që të formalizojë kërkesën e tij karshi Partisë Demokratike të Kosovës në një letër të shkruar. Deri në këtë moment, një letër e tillë nuk ka ardhur në adresë të Partisë Demokratike të Kosovës, ndoshta ka adresa tjera. Ndër të tjera, Çitaku pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit la të hapur mundësinë që ta dërgojë në gjykatën kushtetuese projekt ligjin për byron i cili konfiskon pasurinë e pajustifikueshme.